për Hamasin. Për Iranin duhet fliste në parlamentin e Izraelit? Po për Iranin s'kishte problem. Irani tash ai e ka akuzuar direkt, ka prit marrëdhënie me të pas Amerikës edhe kësaj i bie Shqipëria që është në luftë me Iranin. Por roli i Hamasit ka lidhje me viktimat e me popullin palestinez, nuk ishte pse mos i tejkalonte. Tjetër çfarë mund të korrigjonte, çfarë ishin rreshtat e tjerë që mund të hiqte vetë Hamasit? Po ka dy gjëra tjera që s'm kujtohen për çasti, po dy tëra rresha, po ti kishte korrigjuar. Po të punojnë liderët ta me këshilltarët. Se liderat tanë përgjithsisht i shkruajnë vetë, sidomos ky Joni. Gjithë po të punojnë për këshilltarët, sepse liderët tanë tash i marrin këshilltarët jo për të marrë këshill, por për të këshilluar këshilltarët. Zoti Shilla, ishte kjo një vizitë në Izrael e Edi Ramës në këto moment, si trampolinë e një vizite shumë të afërt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Shtëpinë e Bardhë, siç kanë qenë komentet e këtyre orëve? Nuk e di, nuk kam përshtypjen se apo pjesa e të qenit bordi paqes e çon automatikisht Ramën në Shtëpinë e Bardhë. Nuk e besoj, nuk e besoj se shiko. Rama ka pas situata shumë pozitive në raport me Amerikën dhe nuk i është ofruar një vizitë e tillë. Nuk është ofruar. Patëre, pse tani? Pyetja qëndron apo jo? Pse pikërisht tani? Se Rama në Izrael ka qenë edhe herë të tjera. Ka qenë edhe herë të tjera, ka qenë edhe gjysmë privat ose për gjëra. Edhe vizita zyrtare ka qenë, po. Po jo këtij niveli. Jo të këtij niveli, prandaj po them pse tani kjo. Po tash shiko, duhet të kemi parasysh edhe pa shkuar në Amerikë, Ramsi bëri shumë punë kjo vizitë me në aspektin e situatës individuale që kanë politikën e brendshme qoftë edhe ajo, kështu që nuk është të shpresojmë nëse do të shkojë apo jo, por neve shpesh i lidhim si partinë e punës që po të shkoj kryeministri këtu edhe ministri mbrojtjes do i çojë armë Shqipërisë, edhe ky se ka shërbimi sekret Mossadi do ndihmojë këtu. Janë institucione pavarur që kanë targetet e tyre që pavarësisht. Patjetër. Dhe online edhe sot në kohëra dhe sot me bën të vetën, kështu që nuk lëvizin kështu siç kujtojmë ne, kuptohet, është në natyrën e politikës ti përdori deri ku e har ky milet, le ti haj deri ku. Qëndrojmë tek bordi i paqes, nisma e presidentit Donald Trump në samitin në takimin e Davosit javën e shkuar e firmosën 19 shtete mes tyre Kosova. Shqipëria e ka pranuar ftesën, do të bëhet pjesë e nismës së presidentit amerikan, por me gjasë siç e ka premtuar Rama ta firmosi në Shtëpinë e Bardhë. E dura si nismë e presidentit amerikan? Shiko. Për ne është super e durë ajo. Atë gjest që bëri Trumpi me Vjosa Osmani është super e durë. Ne do të shohim gjëra në interesin tanë, mos bëjmë morale gjithë. Patjetër, në mikro, në pjesën tonë, jo në makro. Tash Trumpi u njoh si personazh dhe ka shumë përmirësim në herës parë me qyrs. Nga mandati i parë. Nga mandati i parë në gjithë të tjerët. E dyta duhet të kuptojmë që duhet të ndajmë retorikën nga veprimet konkrete që bëjnë gjeopolitikë e gjitha fare. Trumpit është një ide e Trumpit që neve naftoi 2 shtete, nga 19 2 shtete janë me shqiptarë, Vjosa Osmanin e vurin në bashkë venit, që më shumë mori vesh bota për Kosovën atë ditë me fustanin e kujt të Vjosës. Se sa për bordin e paqes. Se sa për gjithë gjërat e tjera që kanë ndodhur në raportet e politikës së jashtme të Kosovës në 25-30. Me fjalë, do të jemi shumë racional në vlerësimin e gjërave. Pastaj Trumpi do të bëj ka targetin e vet, do të bëj disa gjëra, por nëpërmjet OKB-s është krejt e pamundur t'i bëj. Edhe po mundohet të krijojë një solucion ad hoc. Edhe shohim se si do të operojë më tepër. Mund ta zëvendësoj ky bord paqe që në fakt ka sjell edhe ndarjen e liderëve të rëndësishëm të vendeve europiane kryesisht. Kemi Francën që e kundërshton, Gjermania është kundër, po më butë se Franca, Italia ka probleme kushtetuese, Spanja, Greqia kanë qenë kundër dhe kritike, Britania po ashtu nuk është dakord, dhe Kanadaja që kishte pranuar ftesën ju tërhoq nga presidenti Trump për shkak të fjalimit të kryeministrit në Davos. Tashti Trumpi do e bëj këtë punë. Sikur edhe çështjen e Palestinës së zgjidhi. Ky bord
hynë histori me fjell. Më shumë se o bëja që ka 100 vjetë, s'po e zgjidhe, nuk po e zgjidhe dot. Kuptohet, unë mendoj që ky kundërshtim, sepse ka ndodhur disa lëvizje, kundër lëvizje të Trumpit, me fjell. E para ishe herë qëndrimi i Kanadas në bisedimin me Kinën, në fushën e ekonomisë, edhe tjetra ishte, s'kujtohet është diçka tjetër, edhe kjo Groenlanda, pra Trumpi vërtet është i kaubojs, po është i kaubojs që nuk e ka robolën e ka bosh me fjell. E ka me fishek zare, nuk e ka me në mënyrë të figurshme, dhe ditë tërhiqet.